aksi anti-atlantik është interesuar që të destabilizoj këtë sigurin e qëndrueshme, e cila kështu është quajtur deri më tani, dhe pas Banjskës, incidentit e Banjskës dhe incidentit në kanalin e Iber Lepensit, ne jemi duke parë një angazhim shumë më të madh dhe më serioz të NATO-s në territorin e Kosovës. Dhe si thash më herët, çfarëdo ballafaqimi i kujtdo që është anti-atlantik, pra anti-evropian, do të merr përgjigjen e duhur. Tu nuk do ta largoja nga vëmendja edhe prezencën e forcave të sigurisë së Kosovës, të cilat kohë pas kohe marrin pjesë në ushtrimet ushtarake së bashku me forcat e NATO-s çdo vit. Kemi patur për shkak të kokorësisë së qeverisë Kurti 2, kemi patur një largim Europe Defense 2023, por megjithatë vazhdon bashkëpunimi i forcave të sigurisë së Kosovës me forcat e NATO-s. Dhe unë besoj që kjo çfarëdo përpjekje për ta destabilizuar Kosovën do të venitet. Unë nuk pres ndonjë ndërhyrje të rradhës nga territori i Serbisë e që do të shkaktonte jo vetëm incident, por edhe ndonjë përplasje të përmasoj pak më të mëdha. Ndërkohë, pothuajse nuk flitet më fare për dialogun Kosovë-Serbi. Sipas jush, si shpjegohet ky ngërç? Është kjo pasojë e krizës së brendshme në Kosovë apo një lloj lodhje nga ndërmjetësi ndërkombëtar pas gjithë këtyre viteve? Po të gjitha janë së bashku. Serbia që nga fillimi nuk ka qenë interesuar që të bëjë zgjidhje në shpejt të problemeve në mes dy vendeve. Duke konsideruar dhe duke insistuar që vazhdojnë të insistojnë që Kosova është pjesë kushtetuese apo pjesë territor sovran pjesë e Serbisë. Në anën tjetër, pozicioni i Kosovës është se Kosova është shteti i pavarur, i njohur ndërkombëtarisht nga mbi 120 vende dhe antare e shumë organizatave ndërkombëtare dhe nismave rajonale. Pra këto janë dy pozita të dy negociatorëve. Në anën tjetër kemi ndërmjetësuesin apo lehtësuesin që është Brukseli zyrtar, dhe duhet të pranojmë se ndërmjetësuesit apo përfaqësuesit e Brukselit zyrtar nuk kanë qenë gjithmonë më të shkaftit që të ndërmjetësojnë apo të lehtësojnë negociatat. Por ajo që duhet të themi është se nga fillimi i negociatave në vitin 2010, pastaj marrëveshja e parë në 2013 dhe e dyta 2015-2016, kurrizuar me pranimin e marrëveshjes së vitit 2023 në Bruksel, gjithsesi në Ohor në mes të kryeministit të Kosovës Kurti dhe presidentit të Serbisë Vučić, janë dokumente obligative të një shteti serioz, i cili pretendon që të ketë pozitë dhe status në komunitetin ndërkombëtar. Pra, si Kosova ashtu dhe Serbia kanë marrë obligime të saja në marrëveshjen e vitit 2023 dhe këto tashmë janë obligime edhe për cilëndo qeveri në Kosovë që vjen. Mund të jetë edhe një qeveri komplet tjetër e përbërë nga partitë ish opozitare të quajtura kësaj, të cilat do të marrin mbi supe përgjegjësinë për implementimin e marrëveshjes së vitit 2023. Natyrisht, kjo marrëveshje është subjekt i tërheqimit në gjykatë kushtetuese dhe unë besoj se gjykata kushtetuese do ta futë në këtë marrëveshje në kuadër të kornizës të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, në mënyrë që qeveria, e cila do të vijë, do të dërgojë në qeveri dhe pastaj do të dërgojë në kuvend për miratim. E njëjta vlen edhe për Serbinë, edhe pse Serbia është momentalisht pak e interesuar që të implementojë çfarëdo marrëveshje të pranuar në Bruksel dhe në vitin 2023,
Mirë po besoj që komuniteti ndërkombëtar, që është lehtësuesi që është Brukseli zyrtar, do të bëj presionin e tyre në mënyrë që dhe definitivisht presioni do të vijë nga Washingtoni zyrtar, I cili besoj edhe presidenti Trump është shumë interesuar që të shuajë të gjitha konfliktet eventuale dhe të vazhdohet me itinerar gjithësisht me agenda të tjera të rëndësishme globale të cilat I kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe Brukseli zyrtar. Unë ju falenderoj shumë për këtë intervistë, falenderoj shumë për mendimet që ndatë me ne. Punë të mbar edhe ju mirëpresim që të riktheheni sërish në studion e emisionit tonë së shpejti. Faleminderit zoti Prenkaj. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, ne shkëputemi për një hapësirë publicitare, do të